Pas aksionit të policia e Kosovës për lirimin e trotuareve dhe angazhimit të drejtorisë së inspekcionit për largimin e mallrave të ekspozuara që pengonin lëvizjen e lirë të qytetarëve, janë shtuar ankesat për mungesë të vendeve të parkimit në qytet. Qytetarët shprehen se megjithse po respektohet më shumë rendi në trotuare, ata po përballen me vështirësi për të gjetur hapësira ku mund të ndalojnë dhe parkojnë automjetet e tyre. Ankesat lidhen kryesisht me mungesën e parkingjeve publike të organizuara. Megjithatë, gjatë kësaj jave janë identifikuar dhe funksionalizuar disa hapësira publike për parkim, të cilat aktualisht janë në dispozicion pa pagesë për qytetarët. Në rrugën Yllmërina është krijuar një hapësirë e re parkimi, po ashtu edhe në një rrugë në afërsi të Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës është përshtatur një zonë ku lejohet ndalimi dhe parkimi i automjeteve. Qytetarët kanë theksuar se nevojitin hapësira të tilla edhe në zona të tjera si në afërsitë të Qerdhja Ganimet të Tërbeshi në rrugën Anton Qeta, ku sipas tyre mungesa vendeve të parkimit krijon vështirësi të përditshme, sidomos në orët të frekuentuara. Në disa rrugë ku hapësira është më e gjerë, ekziston mundësia që të vendosen parkingje publike të rregulluara, çka do të ishte një zgjidhje afatgjatë për lehtësimin e qarkullimit dhe parkimit në qytet.